Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV. Jam këtu pranë jush për të komentuar dhe për të bërë në fakt një analizë, një përmbledhje tashmë të konfirmimit të madh që është bërë për ferma VIP. Ndryshe nga të gjitha edicionet që në fakt fermën jemi mësuar ta shohim, në muajt e pranverës, në fillimet e para të verës, këtë vit siç duket për shkak të audiencës, për shkak të klikimeve, për shkak të numrave të madhe të interesit, ferma ka ndryshuar qasje. Ferma nuk do t'jetë më, do me thënë ashtu si që dham lajmin ditën e djeshme, ferma nuk do t'jetë më në maj, në qershor, në mars, në prill, do me thënë këto muaj që starton, zakonisht fundi prillit starton, nuk do t'jetë më në këto muaj, por do t'jetë nga muaj tetor. Do me thënë është një strategji krejtësisht ndryshe dhe një format krejtësisht i ri. Siç duket, Eduard Grishaj ka vendosur që të merr një formë tjetër të suksesit të jashtëzakonshëm, sepse këtë vit na duhet ta pranojmë, ferma vuri këmbën. Ferma vuri këmbën tek të gjithë formatet e tjera. Shndroi fenomenin Mimoza Ahmeti. Mimoza Ahmeti rëmbeu zemrat e të gjithë shqiptarëve që në natën e parë, gjë që në fakt nuk ka ndodhur në historinë e formateve të showbizit, dhe arritëm të jemi në këtë stad ku jemi. Por që nga dita e djeshme, kur të gjithë në mediat ros e bën publike këtë lajm, filluan hamencime të ndryshme, filluan aludime të ndryshme rreth faktit se a do t'jetë një luftë në fakt mes Arbana Osmanit në këndin e moderatores, sepse Arbana nuk është regjizore, dhe Ledion Liçës në këndin e moderatorit. Unë nuk e shoh me thënë drejtën luftën në këndin e moderatorëve, sa e shoh luftën në këndin e producentëve për të sjellur një reality show të suksesshëm. Sepse reality show të suksesshëm nuk e bën Arbana. Arbana ka një përqindje të vogël në kontributin që ajo jep si moderatore mrekullueshme në arritjen e këtij suksesit, por suksesin më të madh e bën puna e producentëve. Realisht, vetëm fakti që ferma fillon në tetor dhe Bigu i Shqipërisë, Big Brother VIP Albania 6, fillon në dhjetor, unë këtë pjesë e shoh një format lufte, do me thënë e shoh një format që do t'jetë luftë. Kjo nuk kupton që ferma do të zjatë më shumë, nuk kupton që Bigu do të zjatë më shumë, nuk kupton që Bigu i Kosovës do të zjatë më shumë. Do me thënë, është një agresion tashmë mediatik i hapur në këtë treshe, që jam i bindur që ferma do t'jetë e suksesshme, por jam me një pikpyetje të madhe, me thënë të drejtën, që mund të ketë guximin apo mund të ketë fuqinë për ta rrëzuar Bigun, sepse Bigu i Shqipërisë realizohet në një produksion që shoh profesionalizëm shumë të madh. Por këtu nuk mund ta hedhim në tokë që dhe ferma VIP ka patur këtë vit profesionalizëm. Do me thënë, një luftë e hapur për klikime. Si e shikoni ju?